Përshëndetje. Pothuajse në të gjitha videot e mia nuk lihen pa vënë re këmbët e mia zbathur që ecin mbi tokë ose mbi tokë. Që janë zbathur fjalë këmbë. Thjesht sot po e dëgjoja, më herë po vëzhgoja veten duke folur me disa njerëz që po shpjegoja më herë pak a shumë këtë herë përse kam zbathur është mirë dhe njëra tjetër. Mirë po, këto kohët e fundit kam argumentuar me në një mënyrë tjetër dhe sot nga që ku po vëzhgoja veten dhe më herë e ndjeja, po e kuptoja, më herë e kuptova që ata e kuptonin shumë mirë fjalë, shkonte në fjalë argumenti që u dhash ishte shtërues, le të themi, që e kuptuan shumë mirë dhe jepte edhe për ta me fjalë si të them kuptim. Kishte kuptim me fjalë, ishte argumentuar mirë, le të them, në këtë mënyrë. Dhe ajo çka unë dua them edhe këtu, fjalë do mundoj të shpjegoj në një të mënyrë siç e shpjegova atje. Nuk është e gjatë, është shumë e shkurtër, kështu që merrni disa sekonda. Është shumë të 1 minutë. Atëherë, përse është mirë për të ecur këmbë zbathur, të kesh kontakt me tokën për ditë dhe sa më gjatë jetë e mundur. Sepse po ta analizojmë çikës, trupi jon nga sa është bërë trupi jon. Trupi jon është bërë nga toka. Kjo është në vjet të trasha. Ç'do të them me të? Po ja, që embrion, mamaja ha ushqimet, le të themi, embrioni që është brenda në trupin e saj, le të themi që s'ka filluar të krijojë formën e bebit, merr nga ajo edhe formon trupin atë që quhen bebi derisa ditën që lind. Me fjalë derisa arritet e gjitha këto. Me fjalë çdo gjë që ne japim trupit, ushqimet, tash quhet ushqime, ato rriten në tokë. Dhe ne i marrim. Me fjalë i marrim dhe formojmë trupin tonë me to. Me fjalë trupi jon është toka vet. Dhe nëse trupi është gjithmonë në kontakt me tokën, 99,9% trupi qëndron i shëndetshëm. Sepse toka ja di më mirë se çdo doktor tjetër çfarë nuk shkon e çfarë shkon në trupin tonë. Sepse ajo ka informacionin. Dhe kur neve lejojmë fjalë të kontaktojmë, në fjalë që kontaktojmë me tokën këtë ande, ajo shkon në çdo qelisë, ka kontakt me çdo qelisë dhe i çon frekuencat e duhura në për pikat në fjalë është si detektor. E detekton në çfarë pikash në të trupit nuk ashtu në fjalë nuk është në rregull se ka probleme, janë sëmundje dhe ashtu quhet sëmundje këtë ande, dhe çon valet e duhura dhe informacionet e duhura dhe në fundit u jep dhe minerale nëpërmjet atë kontakti që ne japim nëpër tokën, sidomos edhe nëpërmjet frymëmarrjes që marrim nëse jemi në natyrë njërin tjetrin. Me fjalë, të gjitha këtoja disa sëmundje për shembull, tash quhet sëmundje duan shiko më gjatë, sepse sa më gjatë jetë, sa më e vështirë të jetë ajo, do shiko më gjatë. Disa mund të jep me fjalë për një javë, pas një javë ose për një ditë, pas një ditë ikën ashtu quhet udhimbje, se çfarë mund të jenë gjëra të vogla kështu, nëse gjërat që janë çik më të mëdha, më të vështira, me fjalë, që janë energji jo pozitive që janë akumuluar me vite, ato mund të duan edhe disa muaj, 2 muaj deri në 1 vit. Por sigurt është që 99.9% që toka i eliminon këto. Sepse çdo mama kujdeset për fëmijën e vet, dhe trupi jon është fëmia e tokës. Shpresoj se ta keni kuptuar më mirë këtë radhë. Kalofshi mirë. Shikoni jetën.